Zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki sot ngjanë me zgjedhjet e vitit 2019, madje më të këqija se ato. Në 2019, ndërsa opozita i bojkotoi zgjedhjet, arriti t'i mobilizojë socialistët pasi i kërcënoi se nuk do t'i lejonte fizikisht të votonin. Dhe kjo e rriti sadopak nervin e ditës së zgjedhjeve dhe socialistët shkuan të votojnë masivisht, jo se kishte rrezik kandidati tyre përballë kandidatit të Bindjes Demokratike, por se donin të provonin që nuk u trembeshin kërcënimeve fizike. Sot, socialistët nuk kishin asnjë kërcënim, as fizik, as politik. Kandidatët e tyre ngjanin si kryetarët e embruar, ndërsa rivalet e tyre ishin fëmijë jetim, pasi njeriu i tyre, Sali Berisha, i kishte nxjerrë të lypnin ndonjë votë si ata tutorët e lypsave në qytet, me shpresë se në fund do t'ua merrte për vete. Nëse nuk mbledhim gjë, atëherë u ngelet atyre faj. Kjo i bën këto zgjedhje më të shëmtuara në historinë e pluralizmit, për shkak se janë zgjedhje jo konkurruese, jo për shkak të mungesës së lirive politike, por për shkak të mungesës së dëshirës së opozitës për të garuar. Bojkoti i zgjedhjeve të sotme nga opozita është më i keq se ai i vitit 2019, pasi ai bojkot së paku e kishte një farë burrërie. Kishin sajuar disa arsye dhe ishin të eksituar nga budallallëku i tyre. Sot as arsye nuk kanë guxuar të shpikin. Sot shpiken ca kandidat të pavarur që të mos u dukej fusha bosh dhe u fshehen pas tyre. Ky mund të jetë rasti i vetëm në botë ku opozita nuk pranon të garojë në zgjedhje, pasi kjo i prish rehatinë të qendrit në opozit. Të gjithë janë rregulluar aty diku në një vend, ose deputet, ose zyrtar partie, dhe çdo gar tjetër u prish statukon. Nuk duan ta humbasin atë. Për një opozit për të cilën zgjedhjet janë telash, ka mbaruar çdo motiv për të ekzistuar. Partitë politike krijohen vetëm për të garuar në zgjedhje dhe për të ndryshuar pushtetin. Nëse heqin dorë nga ky funksion, nuk kanë pse të ekzistojnë më. Dhe sot Partia Demokratike ka provuar se nuk i nevojitet më Shqipërisë. Ajo ka lënë në rrugëve 5 kandidatë që kanë guxuar të kandidojnë dhe është fshehur duke lënë në rrugëve vullnetin e 300.000 votuesve të elektoratit shqiptar. Edhe pse rezultatet ende nuk kanë dalë, nuk ka ndonjë surprizë. Socialistët do të marrin drejtimin e 5 bashkive përsëri, duke qenë më shumë të emëruar se sa të zgjedhur. Votuesit e tyre nuk kanë pasur ndonjë motiv të madh të dalin të votojnë, përveç pjesës partijake, pasi e dinin rezultatin. Kundërshtarët e tyre po ashtu nuk kanë pasur motiv të dalin të votojnë kundër tyre, se nuk kanë pasur kandidat. Pra, një palë nuk ka dalë të votojnë nga siguria e fitores, dhe tjetra nuk ka dalë nga siguria e humbjes, duke i bërë këto zgjedhjet më jo konkurruese të historisë son. Ky është po ashtu shembulli më i mirë për të treguar çfarë do të thotë të qeverisësh pa opozit në një vend. Në raste të tilla, s'është populli që zgjedh, por pushteti që zgjedh popullin për ta qeverisur.